Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 11 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se nga sot ka filluar afati për aplikimin e subjekteve politike për pjesëmarrje në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 7 qershorit dhe për dorëzimin e listave me emrat e kandidatëve për deputet. Këto dy faza të rëndësishme të procesit zgjedhor përfundojnë në data të ndryshme, ndërkaq për dorëzimin e listave të kandidatëve, subjektet politike do të kenë në dispozicion një periudhë më të gjatë kohore. Zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi tha për RTK-n se aplikimi për certifikim do të zgjasë deri më 10 maj, ku këtij procesi do t'i nënshtrohen vetëm subjektet e reja politike, siç janë koalicionet, nismat qytetare dhe kandidatët e pavarur, ndërsa kjo nuk do të vlejë për partitë politike që ligji i konsideron të regjistruara automatikisht. Janë bërë 27 vjet nga koha kur në studimet të vushtrisë forcat serbe vranë 116 shqiptar të pafajshëm. Masakra e studimes ndodhi më 2 maj të vitit 1999, ku sipas dëshmitarëve forcat serbe vranë civil të cilët u pushkatuan brenda 2 orëve, kryesisht burra dhe djemë të paarmatosur. Kjo ngjarje është dokumentuar nga Organizata Ndërkombëtare për të Drejtat e Njeriut dhe është konsideruar si krim lufte. Pas përfundimit të luftës dhe ndërhyrjes së NATO-s në Kosovë, masakra e studimes u bë pjesë e hetimeve për krimet e kryera gjatë konfliktit. Policia e Kosovës ka njoftuar se gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 8 raste të dhunës në familje. Këto raste, sipas raportit të policisë, kanë ndodhur në Obiliq, Graçanic, Fush Kosovë, Podujev, Kaçanik, Malishev, Rahovec dhe Mitrovicën e Jugut. Nga policia, po ashtu është bërë ditur se si pasojë këtyre rasteve janë arrestuar disa persona. Ndërkohë, policia e Kosovës ka filluar hetimet në fshatin Përqev të komunës së Shtërpcës, pasi gjatë një tubimi të rinjve dyshohet se janë përdorur substanca narkotike. Në njoftimin e policisë thuhet se me të arritur në vendin e ngjarjes, njësitë policore kanë hasur rreth 100 persona, të cilët janë shpërndarë në drejtime të ndryshme sapo ka filluar intervenimi. Gjatë kontrollit në hapësirat përreth janë gjetur dhe sekuestruar substanca të dyshuara narkotike të llojit marihuan, ekstazi dhe kokain. Nga ky rast nuk raportohet për persona të arrestuar. Në konsultim me prokurorin kompetent është iniciuar rasti dhe hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave janë duke vazhduar, njofton Policia e Kosovës. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit ka publikuar çmimet e derivateve për ditën e shtunë. Në njoftim thuhet se nafta do të ketë çmimin maksimal €1,69 për litër, benzina €1,48 për litër dhe gazi 85 cent për litër. Federata e Futbollit e Kosovës ka njoftuar arritjen e një bashkëpunimi të rëndësishëm për fanellat e reja të përfaqësuesës së Kosovës, e cila nga cikli i ri i garave evropiane do të pajisjet me fanellat të brendit ndërkombëtar Adidas. Federata e Futbollit e Kosovës ka njoftuar arritjen e një bashkëpunimi të rëndësishëm për fanellat e reja të kombëtarës së Kosovës, e cila nga cikli i ri i garave evropiane do të pajiset me fanellat të brendit ndërkombëtar Adidas. Ky zhvillim vjen në kuadër të skemës së asistencës për veshje të UEFA-s, përmes së cilës federatat kombëtare përfitojnë pajisje sportive dhe uniforma cilësore për ndeshje dhe stërvitje.
Sipas Federatës së Futbollit të Kosovës, veshjet e reja do të jenë të dizajnuara në mënyrë të personalizuar, duke reflektuar identitetin e kombëtarës së Kosovës. Për 2 sezone të ardhshme, 10 kombëtare evropiane përfshi edhe Kosovën do të paraqiten me dizajne unike të Adidasit të zhvilluara në bashkëpunim të ngushtë me federatat përkatëse, me qëllim krijimin e identitetit të veçantë vizual për secilin përfaqësuese. Gjithashtu, Federata e Futbollit të Kosovës do të ketë qasje në shërbimin ekskluziv Locker Room të Adidasit, i cili mundëson dizajnin dhe porositin e veshjeve të personalizuara për ekipet. Ky shërbim synon të rritë standardet e performancës sportive dhe të sigurojë një prezantim sa më dinjitos të përfaqësuesve së Kosovës në arenën ndërkombëtare.